Njëri më çoi në banjë, modelja shkakton trazira me deklaraton, festë private me 3 futbollistë peruan. Shilja Rika, një nga modelet më të njohura në Peru, ka shkaktuar një shqetësim të madh në botën e futbollit pas një deklarate të bërë në emisionin Truth or Dare. Ajo tregoi se kishte qenë pjesëmarrëse në një festë private me futbollist peruan, Cristian Cueva, ish lojtar i Rayo Vallecano, Luis Advíncula, Boca Juniors dhe Yoshimar Yotun, Sporting Cristal. Modelja 35 vjeçare përshkroi atmosferën e festës si shumë të lirë me alkool dhe kërcime, duke thënë se Cueva e kishte afruar fillimisht dhe kishte qenë i kujdesshëm, por ajo nuk ishte dehur. Ajo shtoi se Yotuni ishte më i pashëm dhe interesant, por ai nuk i kushtoi shumë vëmendje. Ajo rrëfeu se Cueva çoi në banjë dhe ndodhi një puthje që sipas saj mund të ishte në ndikimin e alkoolit. Shilja Rika gjithashtu përmendi se gjatë festës kishte patur shkëmbime partnerësh, por nuk e theksoi një gjë të ngjashme me Advíncula. Kur u pyet për praninë e këtyre 3 futbollistëve, ajo e konfirmoi. Përballë këtyre deklaratave, asnjë nga futbollistët përkatës nuk kanë dhënë një reagim publik, por ata kanë mbyllur mundësinë e komenteve në postimet e tyre në Instagram.